Dritë në errësirë. Lira ishte një vajzë e verbër që e donte jetën, pavarësisht errësirës ku jetonte. Një ditë, një djalë i panjohur filloi ta shoqëronte çdo mëngjes deri te shkolla, pa kërkuar asgjë në këmbim. Ajo i thoshte shpesh: "Faleminderit që je sytë e mi." Ai qeshte dhe thoshte: "Edhe ti je drita ime në këtë botë të shurumshme." Pas disa muajsh, Lira i nënshtrua një operacioni për të rifituar shikimin. Kur më në fund hapi sytë, donte të shihte djalin që e kishte ndihmuar gjithë atë kohë, por ai nuk erdhi. Pas shumë kërkimesh, më në fund e gjeti, ishte vetë i verbër. E kishte udhëhequr vetëm me zërin dhe kujdesin e tij. Mesazhi: dritën më të madhe nuk e japin sytë, por zemra. Nëse do një histori me bazë reale ose një me më shumë detaje, më thuaj.